Ajo që e di saktë është se nuk mundet me ja ikë, se s'ja ka ikë as para kësaj here, edhe këta kur kanë thonë krejt pjesa dërmuese, po s'ka qenë po them për pjesën e opozitës, se Albini nuk do t'i merë më kur njët 51%, ju e dini deklaratat e Memlit, deklaratat e gjithë tjerëve edhe takterëve tjerë të LDK-s. Por çfarë duhet të them, unë më habit fakti pse kryeministri Kurti takohet me LDK-n. Ajo madje nuk i ka 15 deputet. Ka nga këta deputet që kanë thonë se na nuk e votojmë asnjë kusht, asnjë president, qoftë ndoshta edhe nëse derivan nga Liga. Po mund të kenë deputet që mendojnë ndryshe. Po unë për atë po them, domethënë kryeministri Kurti do duhet që të negociante vetëm me Partinë Demokratike në mënyrë nëse don me arrit një lloj konsensusi për një emër që mund të jetë në të ardhmen president i Kosovës. Por çfarë mund bën të them kështu dyshues është se as Partia Demokratike ndoshta nuk ka disponim me e çu një emër sepse ajo po vën kushte në një farë forme. Don edhe kandidatin edhe kundër kandidatit. S'duhet vendos kushte. S'duhet vendos kushte. Nuk duhet me vendos. Prandaj kjo, nëse mund të themi kjo logjika se unë do ta sjelli ty një emër dhe po çes për para aktit kryen se ti duhet me votu atë emër, po më duket që nuk kalon, nuk ish me kalu as te unë as te secili nga ata. Edhe një elaborim të shkurt, ajo që unë mendoj është se Partisë Demokratike i konvenojnë ndoshta me shku në zgjedhje, e kemi një afat kohor kur ka mesi mojt me Sadiun fillon vendimi nga gjykata e Hagës dhe si duket këta e presin kthimin e liderit të tyre, ish presidentit Thaçit që të vijë në Kosovë, pastaj ndoshta me figurën e Thaçit edhe mund të bëjnë diçka për ndryshe, edhe votuesi i LDK-s, edhe votuesi i PDK-s, siç e kam thënë edhe më herët, i ka çuar durt nga fitoria sepse nuk ka gjas me fitu ndaj Albin Kurti. Kurse Osmani, a mëton fitore, ose të ketë përqindje të lartë, ose ta dëmtojë vetëvendosjen, ose të bashkohet me ndonjë prej partive opozitare? Nëse më pyesni mua Ardian, cila kishte me qenë analiza juaj, unë mendoj se Vjosa Osmani nuk do duhet të dilte në garë me një subjekt politik edhe me mod vetën se në rasti i merr 6%, atëherë ku metet ato parashikimet se Vjosa Osmani është jashtëzakonisht e mirë në politikë. Prandaj si duhet veproj? Po, unë mendoj se Vjosa Osmani ndoshta kishte me qenë më mirë sepse ajo edhe ka gabu shumë, e ka po që ka gabu shumë, sepse çdo ofrim me të gjitha subjekte tjera politike nuk i krijon asaj avantazh që ajo të jetë e dyta ose përfundoj si ma e votuara në nivel vendi. I bashkohet vetëvendosjes? Ka qenë vetëvendosje, ka mujt me najt aty, nuk ka dasht, ajo i den arsye pse s'ka dasht. Qa duhet bëj? Unë po mendoj që ajo duhet me pushu. Me pushu? A duhet me pushu, Osmani? Shiko,